Çarja e ujrave ose rrupturimi me membranave amniotike është shenja më e famshme dhe e zakonshme nëpër filma dhe në media, ku grua si çajnë ujrat dhe më pas niset për në spital. Besoj keni vënë re. Gjatë praktikës time shumica e grave më thonë që shenja që dinë që lindja fillon është çarja e ujrave. Sigurisht, por ndodh në 15% të rasteve. Dhe çarja e ujrave mund të vijë përpara kontraksioneve dhe tapës mokoide ose më pas. Në çdo grua është ndryshme, por le të zbulojmë më shumë. Fëmia juaj zhvillohet dhe rritet brenda një qese të mbushur me lëng amniotik, të quajtur qese amniotike. Kur është koha që fëmia juaj të lind, qesja zakonisht qahet dhe lëngu amniotik derdhet përmes vaginës tuaj. Ndonjëherë kur jeni në lindje, mamia ose mjeku juaj mund t'ju ofrojë t'ju çajë ujrat. Nëse ujrat tuaj qahen natyrshëm, mund të ndjeni një rrjedhje të ngadaltë në formë rrokeje ose një rrjedhje shpërthim uji që nuk mund ta kontrolloni. Në momentin që ndjeni që jeni lagur, vendosni një pecetë menstruale dhe kontrolloni për sasinë, ngjyrën dhe aromën. Mendoj që jeni kurioze të dini se a është çarja e ujrave një shenjë e sigurt. Ajo çfarë mund të them është që çarja e ujrave na tregojnë që lindja po progreson, por akoma nuk mund të vendosim një afat kohor se sa do të zjas. Përsëri nuk është koha për të shkuar në spital, nëse ju nuk keni kontraksione. Po le të zbulojmë më shumë. A duhet të shkojë gruaja në spital kur i çajnë ujrat? Një nga pyetjet më të shpeshta ose që i shqetëson gratë. Jo dhe po. Për këtë gjë do ta vendosim duke parë sasinë, ngjyrën dhe aromën e lëngut amniotik. Ujrat mund të qahen në dy mënyra. Ujrat mund të qahen shpërthim, pra një sasi uji shumë e madhe që derdhet nga vagina juaj në çdo vend, në shtëpi, në krevat ose në makinë, ose një rrjedhje në formë rrokeje e cila konfuzon gratë nëse ishte lëngu amniotik apo urinë. Mund të vëreni që ujrat janë qarë dhe nuk keni kontraksione ose anasjellta. Dhe ju shqetëson fakti nëse është koha e dur për të shkuar në spital apo ju duhet të prisni. Ndërkohë që lajmëroni mjekun tuaj, sigurohu duke vendosur një pecetë menstruale për të parë nëse rrjedhja vazhdon apo ishte urinë. Pra nëse ti konstaton një rrjedhje të ujit sa herë lëviz apo ndryshon pozicione dhe sasia është në formë rrokeje, atëherë do të vazhdojmë të presim në shtëpi. Por nëse ti konstaton një sasi të madhe uji që del nëpërmjet vaginës tuaj e pa kontrollueshme, atëherë na duhet të marrim në konsiderat një komplikacion që njihet si prolapsi i kordonit umbilikal ose rënja e kordonit në qafën e mitrës. Kordoni umbilikal lundron në lëngun amniotik, por në momentin që del një sasi e madhe uji, sjell rënien e kordonit poshtë dhe si pasojë e fortës së gravitetit, kordoni mund të shtypet nga koka e bebit, e cila çon zvoglimin e furnizimit me oksigjen drejt bebit, duke shkaktuar dëmtime afatgjata. Në këto momente do ju duhet të lajmëroni mjekun tuaj dhe të drejtoheni për në spital, ku atje do të bëni monitorimin e bebit. Unë sugjeroj që gruaja të vendoset në pozicionin suxhut dhe të konstatoni lëvizjet e bebit. Vëreni ngjyrën e ujit. Ngjyra e lëngut amniotik është e qartë dhe e zbetë. Mund të jetë gjithashtu në ngjyrosë të lehtë, e cila konsiderohet normale dhe vjen si pasojë bloody show. Çfarë nuk është normale që ujrat të kenë ngjyrë jeshile. Ky ngjyrim vjen si pasojë e mekoniumit. Mekoniumi është sheshitja e parë e foshnjës tuaj, e cila është e errët, e trashë dhe ngjitëse. Kjo substancë gjendet në zorrën e bebit tuaj. Por problemi qëndron kur bebi defekon në lëngun amniotik dhe ne e dimë që bebi e thith dhe urinon lëngun amniotik. Dhe nëse bebi e thith këtë lëng për një kohë të gjatë, atëherë do ta bënte të vështirë fërmarrjen e parë. Mekonium vjen si pasojë kur bebi juaj është në stres, si pasojë e uljes së furnizimit me gjak dhe oksigjen. Shkaku mund të vijë si pasojë e placentës, kordonit ose stimulimi i lindjes me doza të larta. Nëse vini re ngjyrosjen e ujrave, drejtohuni spitalit dhe nëse nuk keni kontraksione apo procesi i lindjes nuk ka filluar, duhet patjetër të bëhet monitorimi i bebit. Aroma e lëngut amniotik. Lëngu amniotik nuk ka një aromë të caktuar. Por nëse ju nuhasni një aromë të pakëndshme dhe të rëndë, mund të vijë si pasojë e bakterëve që ndodhen zakonisht në vaginë. Ndodh më shpesh kur qesja amniotike çahet për një kohë më të gjatë para lindjes, dhe kjo lejon që bakteret të lëvizin lart në mitër. Sigurisht në këtë rast do të duhet të shkosh në spital dhe të merren masat e duhura, dhe gjithashtu të bëhet monitorimi i bebit. Pra sapo folëm për 3 pika kryesore që do të ndihmojnë ty të kuptosh kur është koha për të shkuar në spital. Por do të rikthehemi përsëri për të kuptuar më shumë. Ndërkohë, le të japim përgjigje disa nga pyetjet më të shpeshta për sa i përket çarjes së ujrave. Çfarë ndjesie ke kur çahen ujrat? Në fakt shumica e përshkruajnë si një zhurmë pop dhe më pas ndjejnë ndjesinë e lagjes në të brendshmet e tyre, që mund t'i konfuzojnë nëse ishte urinë apo lëngu amniotik.
Si të kuptoni që ishte lëngu amiotik apo urina? Në këtë rast, lëngu amiotik është i pastër, në disa raste ngjyrë jeshile. Urina mund të jetë e pastër nëse je superhidratuar, por përsëri ka ngjyrë të verdhë dhe aromë tipike të urinës. Dhe në shumicën e rasteve, urinimi është i kontrollueshëm nga ju. Vetëm në raste kur ju keni një dysheme pelvike të dobët dhe keni një urinim të pakontrollueshëm. Nëse ky nuk është rasti juaj, atëherë mund të jetë lëngu amiotik, sepse lëngu amiotik vazhdon të rrjedhë pavarësisht nëse jeni ulur apo jeni duke fjetur. Si të veproni kur çahen ujrat? Ruaj qetësinë. Vendos një pecet menstruale. Kontrolloni sasinë, ngjyrën dhe aromën. Pra nëse ujrat janë në formë brokeje, ngjyra është e qartë ose e zbetë dhe nuk ka aromë të pakëndshme, atëherë vazhdoni të qëndroni në shtëpi duke pritur kontraksionet të fillojnë. Siguroni që lëvizjet e bebit janë të pranishme. Konsumoni ujë, pra vazhdoni të qëndroni hidratuar. Uji i kokosit arrit hidratimin në trup. Kështu siguroni që e konsumoni në vazhdimsi të lindjes tuaj. Mati kontraksionet kur të vinë nëpërmjet aplikacionit. Intimiteti me bashkëshortin është ndaluar, ekzaminimet vaginale të jenë të limituara, qëndro e qetë dhe pusho. Merr vendime të informuara nëpërmjet metodës Brain. Dhe e fundit, a keni dalë pozitive për streptokokun e grupit B? Në javën e 35 ose 37 të shtatzanisë, mjeku juaj do t'ju ofrojë testimin nëse ju jeni pozitive ndaj këtij bakteri. Mjekja do të marrë një kampion nga vagina dhe anusi juaj për ta testuar në laborator për praninë e këtij bakteri, i cili është pjesë e florës tonë bakteriale, por është e rrezikshme që një bebe e përsalindur nëpërmjet kanalit vaginal ta marrë. Në mënyrë që të marrësh një vendim të informuar, shkarkoni PDF-n më poshtë. Çfarë ndodh nëse ujrat çahen përpara javës së 37? Do të qëndrosh në spital për të bërë monitorim të bebit. Do t'ju ofrohet një injeksion steroid për pjekjen ose maturimin e mushkërive të bebit. Mund t'ju ofrohet stimulim të lindjes, si pasojë e frikës së infeksionit, meqense ujrat janë qarë. Dhe kjo varet nga çdo mjek, sa kohë pret që gruaja të lindë pas çarjes së ujrave, por gjithashtu në cilën javë të shtatzanisë është gruaja. Disa mjek ofrojnë direkt terapinë me antibiotik si arsye për të parandaluar infeksionin. A duhet të marrë gruaja një stimulim në këtë rast? Kjo varet nga mjeku juaj. Në përgjithësi do të sugjerojnë stimulim pas 12 ose 24 orësh, por unë do të sugjeroj që të bisedoje me mjekun për të kuptuar se sa e rëndësishme është duke përdorur metodën Brain. Por sigurisht që varet nga rasti dhe si trupi juaj është duke reaguar. Sigurohu të masësh temperaturën bazale, sepse tregon nëse trupi juaj po përballet me një infeksion apo jo.